Zoti Shala, unë nuk kënaqem shumë me këto shpjegime dhe këto histori që janë pjesë e studimeve të tua, por kemi një çështje tani kombëtare që është shumë e diskutueshme. Krerët më të rëndësishëm, më të lartë Ushtrisë Qendrore të Kosovës ndodhen në Hagë. Është gjyqi më i pakuptimt dhe është një njollë e zezë edhe në historinë e Hagës dhe të historisë së drejtësisë ndërkombëtare. Unë e them shpesh që vetëm për 6 milion të vrarë nga nazizmi, që hebrej, dhe për 50 milion të vrarë në të gjithë botën nga nazizmi, që shkaktoi luftën e dytë botërore, kishim vetëm 12 eksponent të nazist në gjyqin e Nurembergut. Populli kosovar që mbroi trojtë e veta nga ai genocid, ka atje 4, 5, sepse ka qenë edhe një person përpara, krerët më të lartë të UÇK-s. Ndjekim foton e parë dhe dua një koment. Ja, kemi 4 drejtuesit e lartë të UÇK-s që më pas i qenë dhe politikanët e lartë, zoti Thaçi ka qenë president, kryeminist president, por edhe 3 funksionarët e tjerë, kryetari i kuvendit. Tani si ka mundësi, çfarë po ndodh? Ju e përmendën pak që edhe institucionet e Organizatës Kombëtare të Bashkuara kanë filluar të çdojnë, kanë ato problemet e tyre. Si ka mundësi që këta që mbrojtën popullin janë sot atje dhe ata që e bën ata. Shko, nga mënyra se si u fillua dhe se si përfundoi është një tragjedi e vërtet. Gjykata e Hagës, ka të quhet gjykata e Hagës o gjykata e Kosovës? Është gjykata e Kosovës. Është në rasti gjykata e Kosovës? Po, është ngrit me ligj nga Parlamenti i Kosovës. Në Parlamentit. Është gjykata e Kosovës, por gjykon në Hagë për vendodhje. Gjykimi atje janë ndërkombëtar, nuk janë kosovar. Është gjykata që vepron në bazë legjislacionit të Kosovës. Po. Dhe ka personel ndërkombëtar. Dhe kjo është e keqja, pastaj. Çfarë ndodhi? Është rasti në të drejtën ndërkombëtare, po, është rasti i vetëm, nuk ka rast të dytë kur një gjykat ngrihet nga një shtet dhe operon një shtet tjetër. Operon në një shtet tjetër. Por nuk ka rast. Nuk është gjykat ndërkombëtare. Është gjykat shqiptare me legjislacion. Gjykat shqiptare nuk është ajo se ata janë. Është gjykat shqiptare. Asnjë nuk është shqiptar atje. Nuk ka, është me personel ndërkombëtar. Po. Gjykata vepron në bazë të ligjeve të Kosovës. Po. Pra ne po them unë ty sepse është një akt themelimi në Kosovë. Dhe pra ne po them unë ty që në atë kohë vetmi që e kundërshtoi këtë ka qenë Albin Kurti. Që mos e krijoni. Do të vëni vetë. Ja u tha këtë. Unë kam 100 rezerva tjera më pas, por udhëheqja e UÇK-s, normalisht ish udhëheqja e UÇK-s, tashmë ishin gjithë shtetarë. Po, ishte dhe Mërkuri Hashim Thaçin kanë luftuar shumë për ngritjen e kësaj gjykate me konsulencë ndërkombëtare. Dhe në atë kohë u arrit, unë kam ndjek situatë shumë edhe në atë kohë. Ashtu dhe u arrit synimi këmbgulja amerikane më saktë. Ishte që ju duhet ta ngriheni se s'bën se është më mirë të ngrihet nga institucionet e Kosovës, sepse të ngrihet me rezolutë Këshillit të Sigurimit. Sepse kishte rrezik të ngrihet me rezolutë Këshillit të Sigurimit. Çfarë do thoshte kjo? Kjo atëherë do ishte pak a shumë si këto gjykatat e Nurembergu, si këto gjykatat e tjera që ndërkombëtare me status, si gjykata penale për krimin në Jugosllavi. Po. Që është posaçërisht. Po, për gjykatat e posaçme. Dhe ajo do jetë ishte më keqe? Shumë më keqe. Po pse më keqe? Ajo do dënonte ata agresorin, jo viktimin. Shqiptarët u mashtruan. Udhëheqja u mashrua. Udhëheqja UÇK-s u mashrua. Duke pasur besim të madh edhe tek amerikanët, po edhe besim të madh tek faktori ndërkombëtar, dhe synimi në fillim ishte që kjo gjykatë do të ishte e paanshme. Por në momentin që u krijua me ligj, pra dhe filloi vrimtarin, këtu fillon gjithë problemi. Dhe menjëherë kjo gjykatë u infiltrua nga inteligjenca ruse dhe inteligjenca serbe. Prit këtu tani. Se kjo nuk mund të kaloj kështu me një fjali. Ma shpjego këtë, si gjykata që ka arrestuar dhe ka në proces krerët të UÇK-s është në ndikimin e inteligjencës ruse dhe serbe. Absolutisht, nuk diskutohet fare. Nuk diskutohet, domethënë. Si filloi objekti punës kësaj gjykate? Domethënë, nuk që nga gjykata e Kosovës, as ndërkombëtare, që nga gjykatë ruse.
Në thelb është serbe. Serbe. Kjo është gjykatë serbe. Në thelb edhe kështu do dalë. Ja më se do dalin vendimet, do dalin provat. Se si parashikon vendimet? Sido që tjetë vendimi, 3 qerek të dënimit këtyre janë me prova serbe, të inteligjencës serbe. Pra, prokurori serb për krime lufte, Vukčević, me sa mbaj menun e ka, prokurori serb për krime lufte, i ka vënë në dispozicion gjyqtarëve, prokurorëve të kësaj gjykate, i ka vënë në dispozicion të gjithë materialet për dënimin e këtyre. Bile, a dise pa ta konstatuar në fillim unë te Landi, unë kam shkruajtur shumë në atë kohë edhe para te edhe pa e që shtëpia verdhë. Po, në mat. Po të gjesh gjen artikullin tim dhe ishte një kombinacion perfekt i inteligjencës ruse me inteligjencën serbe për ta detyruar perëndimin, pra nëpërmjet Dick Martit që e përdorën dhe në fund deshën ta avrisnin. E diti që shërbimi inteligjencë serb deshi ta avrisë Dick Martin? Po, u zbulu komploti. Inteligjenca zviceriane zbuloi komplotin dhe i goditi ata. Dhe çfarë donin ta avrisnin Dick Martin dhe fajti ngjelej Hashimthaqit dhe këtyre. Po, për shpinë e verë. Jo për shpinë e verë, për gjykatën raportin. Tashi një gjykatë ngrihet me objekt për rastin për një rast, pra ka patur krimi lufte, ka patur janë bërë operacione trafik organesh dhe në fund asnjë nga ato nuk përmendet në akuza. Dhe çfarë ndodh? Në momentin që këta prokurorë që u punësuan aty, ka një sër prokurorësh, gjyqtarësh, gjitha, ku do t'i gjenin faktet kur s'kishin? Të tërë ranë kontakt me inteligjencën serbe. Dhe kjo është e provuar. Tash kanë deklaruar në gjyq një pjesë këtyre që janë thërrit. Amerika që ndikoi në Amerika ndikoi deri këtu. Ku është? Amerika ndikoi deri po pranë. Iku Amerika. Si na la? Na tradhtoi? Po, jo na tradhtoi ne. Po çfarë bëri? Në rastin e gjykatës u ngrit gjykata, synimi ishte që gjykata të ngrihen gjykata. Po pastaj gjykata të vazhdonte dhe një prokuror amerikan që ishte, që për të mos dështuar vet, ai prokurori që donte të fusë në burg edhe presidentin Trump. Pritë Jack, se s'po më vjen tani. Ai prokurori amerikan. Të tërë provat i kanë marrë nga inteligjenca serbe. Të tërë. I kanë prova, dëshmitar, përgjimet, të gjitha janë marrë nga dëshmitarët janë përcaktuar që duhet të rrisnin filan. Shikoj, inteligjenca serbe ka vepruar edhe në Kosovë shumë. Dhe gjithçka ndodhi dhe kjo në farë mënyre keq ta bënin këtë gjykat dhe keq mos të bënin. Por këtu në fillim këta duhet ta kuptoshin qartë. Duhet të veshin kufizimet e duhura dhe në një moment caktuar këta mund ta zhbënin gjykatën. Mblidhej Parlamenti i Kosovës dhe e zhbënte gjykatën. A mund të hidhet poshtë ky ligj? Absolutisht po. Po sepse kush ta bënin? Po tani Albin Kurti e ka ndor. Gjysma i donin burg këta. Edhe kanë shokët e vet. Mirë kjo. Ndryshe, mirë Albin Kurti sot, se zgjidhja kjo është, mbledh Parlamentin edhe ta zhbëj atë ligj. Nuk e bëjnë sepse do ketë reagim ndërkombëtar. Prit mos e po ai marrëdhënien me Amerikën i kanë cop. Mos e gjykoni, do të shohim vendimet e drejtësisë. Çu do thon ata? Tani një pyetje kam unë. Si e parashikon ti gjyqin, vendimin e gjyqit dhe përpara kësaj dëshmia e James Rubin, ç'ndë ndikimi do ketë? Unë po të them që dëshmia e James Rubinit është thelbësore. Është thelbësore sepse ajo rrëzon dy gjëra. Po? Rrëzon e para që kjo kupol ishte ushtria qeverimtare e Kosovës ishte si t'ishe një ushtri siç pretendojnë në gjykim që ishte një ushtri që mund të kishte 40 vjet eksperiencë, që kishte gazerma, që kishte gjithë, pra të ishte një ushtri që kishte zinxhir komandimi perfekt, gjë që nuk ishte vërtet. Këtë dëshmoj edhe para, edhe e dyta që duke dëshmuar këtë, dhe e dyta që kjo ishte një organizatë kriminale. Këto të dyja në dëshminë e tij ranë. Jo dhe poshtë gjitha. Çfarë, ai përdorin aty dolën po ta kesh parasysh sepse me një rast nga këto un kam qenë edhe protagonist. Ai tha që CIA në atë kohë mori detyrë që duhet verifikonte që kjo UÇK-ja, sepse e diti që është e bashkuar të Amerikës në fillim UÇK-n terroriste, sepse Serbia pa të punu shumë. Serbia punojnë ata, nuk lodhen.
Ata punojnë pa pushim. Ne merrem me njëri tjetrin. Dhe CIA u investua për të verifikuar pretendimet serbe dhe në shërbim tjetër që i mershin nga serbet. Nëse kjo strukturë është lidhur me trafikun e drogës, nëse kjo strukturë sidomos ka financim nga iranianët, nëse kjo strukturë ka infiltrime nga islamikët. Po? Të paktën edhe raporti kësaj me LDK-n, në kohë me Ibrahim Rugovën. Nuk rezultoi. Një autoritet shumë i lartë i CIA-s, kur them shumë i lartë, ishte në nivelin e Euroazis, vjen merr kontakt edhe në shërbimin sekret shqiptar. Në vitin diçka 98, nuk më kujtohet më, po di që ka qenë ftoft, ka qenë dimër. Unë në atë kohë isha shef në drejtor në Elbasan dhe për shkak të origjinës time unë kisha goxha kontakte me këtë strukturë që ishte krijuar me UÇK-n. Po? Kisha disa kontakte të mia. Dhe synimi im në atë kohë ishte dhe vetë shqiptari i Kosovës. Synimi im ishte në atë kohë që unë të furnizoja shërbimin me informacion të dorës parë në mënyrë që edhe më mend kam folë edhe me shefat kryesorë aty që oso do kur po iku edhe ky rast dhe nuk e mbështetem Kosovën, unë kisha parasysh eksperiencën e sigurimit që stërviti dhe nuk vepruan as i ditë. E thash, oso do kur ne do të bëjmë çmos që ta mbështesim sepse do përsekutohen, do bëjnë atë që kanë bërë, që dinë bëjnë më mirë serbët. Kur erdhi ky autoriteti shumë i lartë në shërbim, është njoh me këto. Ndër me tjera dhe ai kërkoi takim me mua direkt. Po, personalisht du të takoj nën kolonel isha në të kohë, Shalen. Edhe më vej ndjeni mu, thash, me thonë drejten, që pun ka me mu, thash, Allah. Edhe... Në 98-ën ka? Në 98-ën duhet jetë ta them unë kohën, do ketë 20 minuta takim, cila është tema? 1, 2, 3. Këto që Rubio i nxorri në James Rubin i nxorri në dëshminë e tij. Në dëshminë e tij në Hag. Pra, çka ka verifikuar CIA. Erdha i burri votës, gjithaj shoqëroheshin një 4-5 nga ato forestratat që fillonin këtu e marronin 8 metra. Si që kanë Amerikanë gjë kështu të madhe. Edhe erdhe dhe hyshin ka ato zyrat tona që aty zënë me zëri i fjatë. Zyrë kishim në të kohë shpinë e Shëfshet Vërlacit. Wow. Më vonë në Elbasan. Shpinë e Shëfshet Vërlacit? Po, i shpinë që ishe ju këthy pasaj. Se ai ka pasur të thua kala shtet brenda shtetit? Jo në kala, ishe shtëpia pionerëve që i thoshin dikur. Jo, kala do të kishte bërë një murë rrethuse. Ai ishte shtet brenda shtetit. Dhe u hapën sy gjithë sepse ishe mund ngjit me kafën me kineman. Nëse u bën këto biseda. Unë kam dhënë dëshminë time, jam intervistuar. Jam intervistuar. Çfarë mendimi ke për këtë? Çfarë mendimi ke për gjitha këto çështje? Të pyeti konkretisht për raporte për drogën për këto? Për gjitha. Dhe si ishte përgjigjja juaj? Po përgjigjja ishte që këto janë shpifje serbe gjitha. Bravo. Janë të gjitha serbe. Dhe ku erdhi puna për infiltrimet edhe nga islamikët dhe nga këto, kjo i intereson atyre. Bile më meni kam thonë një shprehje kështu. Nëse ju nuk do ta mbështetni edhe këtë herë, nuk është në çudi që të vinë edhe islamikët ta mbështesin. Me të thënë drejtën, dësha m'ia fut pak frikën. Dhe këtë shprehje kam përdor. Nuk po them tjetër se vum edhe një bas me atë bile. Edhe unë fola... Kush e fitoi? Basi kush e fitoi? Asjani. Dhe unë do në një farë mënyre ke dhënë dhe ti dëshmi për CIA. I thash, po CIA, po aty ishin gjithë shërbimi, elita ishin disa profesues të shërbimit sekret shqiptar. Ishin zyrtare, se unë jo me CIA, po mas më s'marr kontakt nëse nuk më lejon pozicioni zyrtar. Patjetër. Ashtu, dhe aty unë thash, do flas për gjë, thash unë, do flas unë jam vetë me origjinë kosovar tash dhe unë do flas si kosovar tash, nuk do flas më si shef i shërbimit, me çliruj çik edhe këta nga kjo ndjenja
edhe ata një skuqe, një zverdhe, hyna drejt, bam, bam. Edhe kam përdor një shprehje e tillë, Landi, se përdor për herë të parë. I thash, se tha, po ja, tha, ne në fund, ja, ne do t'i shohim këto gjëra, po nuk është se kemi në dorë, ne. Ju si keni në dorë, ju kur doni për 24 orë zoni qeveri, kam thonë, shpërimi kështu. Ai u çun kam pastaj ka kështu dhe tha që ke djali sinqert. Atëherë u shkriva dhe dhe këto më pas që ndodhi pas, nuk e di sa ka zgjat, duket ata i kopsitën, unë mund të isha njëri nga intervjuar, mund të ishin, nuk e di sa, po unë pak të isha nga kryesorët që kisha informuar shërbimin tonë që shikon ne duhet merremi me këtë çështje dhe linjat funksionojnë kështu, sepse nuk e dishin sakt mënyrën, sepse shumë hiqeshin nëse po të bëjmë pyetje kështu, nëse të thrasit ty si dëshmitar në Hag, do të dëshmoje? Çfarë do dëshmoje? Patjetër do dëshmoje. Unë kam shumë për të dëshmuar, po vëmëtarinje në atë kohë jo të gjitha se mund kthesh edhe i akuzuar, jo vetëm dëshmitar. E kupton? Fesh e akuzuar. Ne kemi akuzuar ti për mbrojtjen e popullit të Kosovës. Ne pikërisht. Ti ishe i Kosovës. Unë kam thënë që do mbroj fisin tim, mbroj familjen time, mbroj gjitha. Ti do doje të dëshmoje? Ti thoshe këto të gjitha? Absolutisht, po të mi kërkoshin do t'i thoja. Se Fatos Klosi doje dëshmitari, i avokat, po doje dëshmitar. Po normal, edhe nuk është ne çudi që Fatos Klosi ta dëshmojë këtë, që po jo, e ka thënë vetë edhe këtu në këtë studio, në këtë e ka thënë që do në këtë televizion e ka thënë. Din edhe shumë se sigurisht ka shërbim. Po jo, po flas që dhe si rrodhën ngjarjet Amerika përfundimisht krijoi idenë e saktë çfarë ashtu që KJ. Dhe nuk ka zgjatur, nuk e di sa kohë ka zgjatur, por u bë një takim një nga ato në kohë që u quajt Richard Holbrooke, po, ai që shkoi atje. Vajti në Lunik, dhe bëri një takim. Aty pas u përmbys. Kaq ishte filmi. Kaq ishte. Foto tjetër? Nëna është im thaqit, shika sot, qa bluzë e bukur. Gjithë krerët e UÇK-s që janë Hag. Qa simbolike. Po, kjo vujtin në kohë luftës edhe po vunë edhe në kohë të demokracisë, domethënë. Dhe kjo është vujtja më e madhe është tashi, jo atëherë. Se atëherë kjo ka qenë e qartë se çfarë rrugë ka filluar Hashimi, por që mund të jepte edhe jetën, po të bësh gjithë ato sakrifica dhe në fund të përfundosh si i akuzuar, kjo është pastaj më bën përshtypje edhe Shqiponja. Po thua se gjysmë e Shqiponjës është koka e Skënderbeu. Po, është tjetër kompozim. Tani, kjo është faqja e parë e gazetës Koha Jon, 25 mars. 24 mars ishte sulmi i NATO-s mbi Serbinë. 100 raketa mbi Serbinë. Po, atëherë që ne habitshëm, domethënë më në atë kohë në shërbim nuk u bë një mbledhje urgjente, do filloi sulmi sonte kështu. E dinin përpara ju apo? Po, na u tha. Përpara. Na u tha që. Çfarë datë? Na u tha që do filloi sulmi mbi Serbinë. Po jo, sa ditë para kanë fjalë. Po nuk diskutojmë, diskutojmë me orë. Ose me minuta. Nuk diskutohet sepse edhe ne do. Po këtë ndjenim ne me orë ne gazetarët dinim. Jo, nuk kam pse, unë po them çfarë di në të vërtetë. Zyrtare. Dhe unë atko rria në Elbasan dhe çdo natë në darkë ne shifshim nga balkoni avionet që kalonin. Avionet ishin nga Italia? Nga Italia ose këtej nga Kreta, nga diku këtej, po avionet bombardues, kupton, avionet bombardues. Çdo natë ishte ora se bombardimet kanë vazhduar 78 ditë. 78 ditë, po. 78 ditë. Në çdo darkë dhe vetëm natën. Dhe vetëm natën dhe rezultatet ishin ato që ishin, që e detyruan ata të gjynjëzohej. Ke shkrim. Mosh, shiko, ata e shkrim, po edhe ata ishin përgatitur për atë ditë. Dhe ishin përgatitur ata? Ishin përgatitur dhe ata nuk i tremi, domethënë, bombardimi luajti rol të rëndësishëm. Është ai që quhet goditja e qendrës së rëndesës këtyre objektet kryesore, vendimarrëse e tjera, televizionit. Televizion shtetëror. Po, edhe në Kosovë, edhe në Beograd. Dhe ajo luti ideja pastaj, sepse shtatet askush se kishte llogaritë që mund të vazhdonin në fushata 78 ditë. Po, gjatë. Shumë gjatë është. Dhe u hodhën në tavolinë planet për ndërhyrje toksore. Në fakt një vend quhet i çliruar ose i pushtuar kur hyn këmbë ushtar. Vetëm me bombardime, kaq. Dhe kjo, dhe mbasi ata u bindën që do të shkojë këtu dhe që edhe një presion pastaj
që i lanë në baltë edhe rusët, i thanë fund që ne dhe këtu e patëm. Edhe Rusia ishte cëpëtë? Po, ishte edhe aty desh të pushtoj aeroportin e Prishtinës. Me atë gjendje? Në atë gjendje. Foto tjetër? Dhe më është dash mu për ta vazhduar, unë në atë kohë erdha nga drejtori i shërbimit informativ të Elbasanit, erdha drejtori i policisë kriminale në Qeshor. Dhe pas jo më shumë se sa një 2-3 javë, Kosova ishte shtruar, unë kisha hëndër të shkoja një herë në Kosovë. Ku shkoja? Dhe unë vajtën e parë në Kosovë kam bërë si autoritet zyrtar. Dhe më thanë, unë si drejtori i policisë kriminale mora gjithë shefat e sektorëve, që kishim rreth 7-8 shefa sektorësh, një ekip i madh e do të bashkëpunonin me ata për luftën kundër krimit. Dhe kur kemi shkuar atje, do të ketë qenë nga Korriku ose nga Gushti. 99 gjithmonë. 99. Do të bie pak pas çlirimin, qershor, 10 qershor u çlirua. Po, nga 25 qershor kanë filluar drejtor krimesh dhe ka qenë ose në Korriku ose në Gusht. Dhe më men kur ulshim në tavolinë e bisedimeve, unë kisha ekipin tim, këtu ishe një rus, një anglez, një amerikan, një gjerman, një greq. Rusët pastaj e panë shpan mas disa muajsh, sepse është investimi madh të madh, sepse secili vend duhet ta mante me buxhetin e vet të ushtrinë që kishte atje. Edhe rusët me pas u tërhoqën pastaj. U tërhoqën sepse shkoven po duhev në vëndet e parë? Jo, atëherë nuk kam shku më vonë. Ke shkuar, te rrëjët atje? Ke shkuar? Po, kam shku. I ke gjetur shtëpitë të gjitha? Po, shtëpitë ishin rrafshuar, mulliri ishte rrafshuar, po zonën alpine, ajo zona ku ishte, zonë shumë e bukur. Kam shku, me thënë drejtë, kam shku në dimër dhe ishte bora deri në brezë. Foto tjetër? Tani, kohë e qëndrimit të kryeministrave të Kosovës në detyrë. Ashim tha që është më shumë, po ja merë Albin Kurti. Si e vlerësoni qeverinë e Kurtit, se e para qeveri që është kundër Amerikës, që ka prish marrëdhënien me Amerikën? Unë nuk them që qeveria e Kurtit ka synim me prish marrëdhënien me Amerikën. Po jo, e i prishi? Nuk është se i ka prish, ne na interesojnë shumë marrëdhëniet e Kosovës me Amerikën, qeveritë vjen e vinë. Qeverit vjen e vinë. Po Kosovë s'ka prishur s'ka prishur marrëdhëniet e vetëm. Bëhet fjalë për popullin e Kosovës dhe shtetin e Kosovës. Shiko, duhet jemi në analizë objektive, puna që ka bërë qeveria Kurti për vendosin e rendit të sigurisë në Kosovë dhe në pjesën veriore është e pa konceptueshme. Landi, po? Do ta themi realitetin ashtu siç është e pa konceptueshme. Deri para se të vinte Kurti, nuk kaloi dot një forcë policore, nuk shkonte dot andej. Mitrovic. Dhe vendkalimin kufitar ata i pushtoshin sa herë doshin. Dhe është sot policia kontrollon gjithçka. Po mirë kontrollon, po ti ke prishur marrëdhënie me Kosovën në Xhavit. Dora. Kjo ishte një problem i madh sepse edhe amerikanët dhe europianët donin që kjo të zgjidhej nëpërmjet bisedimeve. Nëse do lihesh të zgjidhej kjo punë me bisedime, do të ishte çik një garancia e Kosovës ishte Amerika. Po pra po. Me Amerikën ai ka shkatruar marrëdhënien. Tani si? Nuk i ka shkatruar marrëdhënien. Ja, i ka prish marrëdhëniet ai. Jo. Zoti Shtala. Tani këtu të kundërshtoj unë. Ai ishte i pari politikan. Unë nuk jam fare dakord me mënyrën se si po e menaxhon këtë situatë raportet ai. Nuk jam fare dakord. Po jo atë tjetër. Në raport me sigurinë, po flas me raport me sigurinë. Po me sigurinë, tani ti e di që u bë një anketim, nuk e ka bë Kosova, ka bë Gallupi. Po? Por domthonjë që janë anketuar qytetarët e gjithë vendeve dhe Kosova dilte me mira për sigurinë në Europë dhe e treta në botë. E treta në botë një për siguri. Po vjen që ka këto probleme. Po. Se kjo, shiko, siguria është edhe perceptim. Është edhe perceptim. E kupton, e percepton kështu dhe qytetarët atje perceptojnë veten sigurt. Okej, foto tjetër. Ismail Kadare, UÇK-ja është dalëzotse e kombit. UÇK-ja u shfaq si shpëtimtare e kombit shqiptar. Me rolin e saj kolosal historik, UÇK-ja bën pjesë në historinë morale të kombit shqiptar. Thënie lapidar. E pa diskutueshme. Kosova, UÇK-ja, pa UÇK-n Kosova do e tha Wesley Clark. Nuk do ishte kjo që është. Ata pse nuk ndryhim neve tha në Siri tha. Opozita
ish opozita, se s'ka më tani asgjë atje. Profesionist opozitës tha han Khorasan tha në hotelet e Parisit tha. Ndërsa shqiptar tha erdhën tha nga gjithë anët e botës në Amerika dhe luftuan tha. Dhe ne prandaj mbështetëm. Dhe pranoj se fitojnë ata. Po ne duke në Katar duke. Po që këja sot jetë bankën e të akuzuarve? Kjo është fatkeqësi e madhe, landi dhe sido që të veja i vendim gjykate, unë besoj që Rrezik Hashimi t'i ngeli në fund ajo nuk du të bëj atë, mund t'i ngelet në fund ajo pse ka komunikuar me dëshmitarët. I kanë ditë një akuzë do dënohen e parashikon? Me kështu si po shkojmë provat, domethënë provat e mbrojtjes, është një përmbysje e madhe. Shiko, pora kjo që dëshmit kryesore po rrëzojnë, pora që UÇK-ja ishte hierarkike klasike, po? Pra zinxhiri komandues funksionon në rregull, që s'është e vërtet, sepse Hashimi nuk ishte pse ikte nga Rambujeja, vinë në Shqipëri, mali dilte më tanë të konsultohej me komandantët vendor dhe të shkonte prapë të firmoste. Po ti ishe vendoste vetë, të është kështu si them unë edhe u kry puna. Foto tjetër? Shikoj. Kjo është e pike. Kjo është e pike. Tani a ka provë më të fortë se sa kjo se çka ka ndodhur? A ka provë kjo? Kjo është një nga miliona prova. Me këtë duhet të merresh gjykata dhe kur është ndërtuar gjykata është ndërtuar për gjetë edhe këtë kush është në krye turmës. Po. Pavarësisht se mund të ketë drejtuar turmën, me gjetë edhe këtë kush është, me gjetë edhe ata që rrin atje më qef nëpër dritar atje dhe që kërcënojnë njerëzit, kjo gjykatë ishte bërë për krime lufte në Kosovë. Po. Ora, ç'a bën ata? Se punun ata matan, punun shumë dhe i thanë nga 98-a, domethënë e kufizuan në një periudhë veprimtarinë e gjykatës në periudhë 2 vjeçare. Po? Jo më herët, se UÇK-ja ka datuar më herët. Po. Pra, synimi ishte që ata të dëmtoheshin sa më pak dhe në qendër të vijej shiko Landit. Vučići ka qenë ministër i propagandës i Miloševićit. Po. Ka qenë Goebbelsi i Miloševićit. Si që Goebbelsi për Hitlerin, ka qenë dhe me atë që ka bo ai dhe marrë deklaratat e gjitha dhe ai mund të ishe i akuzuar nga kjo gjykatë. Po jo është më thaçi. Ore, le ta akuzosh që në Hashimin ata se s'kanë që i bëshin, nuk kanë që i bëjnë më, po kështu si u bo, vetëm me Hashimin edhe vetëm me këta dhe asnjë nga pala tjetër, kjo nuk ka sens ku të ri. Dhe pranej duhesh marrë një vendim për ta zhbërë atë. Besoj ne nuk kemi foto tjetër. Po, më bëshin nga rigjes kemi foto tjetër. Tani, për ta mbyllur këtë bisedë shumë interesante, kishte përpjekje Trump për ta mbyllur luftën në Ukrainë, po s'arrit dot. Trump tha do ta mbyll për 24 orë. Por që gjithë dishim që ajo fjala Trumpit është për konsum elektoral. Se nuk edhe me pas në dorë butonat, nuk e mbyll dot sepse do shkruan, do bën ca marrëveshje, do nënshkruan çfarë që i kalon 24 orëshin. Sigur i ke marrë gjitha vendimet. Kështu që Trump ndoqi një stil. Trumpi ka vepruar si një geopolitikan i shekullit 19. Që në momentin që ai filloi do marrim Groenlandën, do marrim Panaman, do marrim këtu, ai dha oksigjen. I dha oksigjen, morën oksigjen këta liderët e egër, që nga Putini, që nga Xipingu, gjitha morën oksigjen këta. Domethënë këta e panë që rendi botror shtymin e fundit po ja jep Trumpi. Aty rendi që kishin qenë Amerikën, duke menduar që do bëhet një rend tjetër, po do ketë po Amerikën, po nuk të lejnë më ata. Dhe çfarë Trumpi u përpoq të mande një pozicion e një albitri dhe me mënyrën e vet të komunikimit ai kështu veproi. Domethënë që i tha sus Ukrainës, edhe Rusisë e joshi Putinin disa herë, i ka dhënë disa herë shanse Putinit, ke parasysh lefdatat, se s'du t'i përmend këtu. Pra që Putini të ulin në tavolinën e bisedimit dhe të mbylli kjo, sepse Amerika do ta mbylli shpejt, se nuk e ka hallin ke Rusia, Amerika. Me Rusinë të le të merret Evropa, Amerika ka hallin te Kina, e ka hallin në zonën e Indo-Paqësorit. Atje është problemi, atje është jugu global. Jo, sa do zgjas lufta në Ukrainë, zoti Shalë? Lufta në Ukrainë mund të përfundojë vetëm këtë mënyrë. Si?
Nuk është kollajt jam ta kthesh, domethënë tashmë që ai Putini orientoi gjithë industrinë në industri ushqarake, ai nuk do synoj, bila ai mund të synoj që të hapi një konflikt tjetër para se të mbyllet lufta në Ukrainë. Kur ta sigurojë edhe punën e Ukrainës, do synoj të hapi një konflikt tjetër sepse gjithë këta ushtarë që janë rekrutuar, gjithë ata ajo industri që punon për luftën, nesër ngelin gjithë pa punën dhe përmysin Putinin. Kështu që ai duhet një luftë tjetër dhe ai po bëhet gati për këtë punë. Por nëse do ta bësh, kjo punë bëhet vetëm kështu. Ajo Trumpi është mjeshtër që i njeh aspektet ekonomike. Duke qenë në bota biznesit, i njeh këto. Vetëm një unison, një politike përbashkët e Shtetit Bashkuara dhe Europës, duke vendosur sanksione jo vetëm ndaj Rusisë. Rusia është imune gati me sanksionet. Ndaj vendeve të dyta dhe të treta, aktorëve të tjerë shtetëror dhe jo shtetëror që furnizohen nga Rusia. Veni sanksione Kinës, që mos marrim karburant, veni sanksione Indisë, që mos marrim në momentin që se këto janë indirekt financuesit e luftës. Sepse ata i marrin miliarda. Po po unë skuptova atë që dronët rus kaluan hapësirën ajrore të disa shteteve evropiane në kufi dhe zgjodhi asgjë. Është shumë normale që Europën çështja e dronëve e zuri të papërgatitur. Bile që ta dishti aty hyn 19, udhëzun 4, po kanë qenë nis 92 për të hyrë. 92 dronë dhe këtë ka deklaruar Zelenski. Kanë qenë nis sot 92 dronë për të kaluar në Poloni dhe kaluan 19 pjesën tjetër e rrëzum ne thot. Nuk arritëm do t'i rrëzojmë gjithë. Po ky është edhe sulm. Po sulm, ata nuk ishin të armatosur si dronë. Po më mirë ai ishte agresion. Ajo ishte, shiko, për mua ai luti një rol pozitiv. Pse? E zgjoj. Testoj dhe zgjoj, i tha këtyre që sjeni kërkun dhe menjëherë mas kësaj Europa punë ditësh ka marrë masat jashtëzakonshme. E para filloi atë masat kanë qenë në 3 nivele. E para në aspektin e legjislacionit ndërkombëtar dhe sigurisë ndërkombëtare. Estonia kërkoi mbledhjen e Këshillit të Sigurimit dhe pa debat madh dhe u akuzua Rusia sidomos për avionet në Estoni, por edhe për këto të Polonisë. E dyta ishte në kuadrin e mbrojtjes kolektive, pra u kërkua mbledhja e Aleancës për konsultim bazuar në nenin 4 të asaj, dhe aty ju bë qartë Rusisë që përveç nenit 4, ne nëse përsërisim duhet të aktivizojmë nenin 5, që neni 5 është gjithë blok kundër asaj. Dhe e treta që është nga më kryesorët, filloi operacioni Roja Lindore. Operacioni në thelb Roja Lindore është modeli një operacioni që këta po të bëjnë më përpara me rojën e Balltikut, kur po ta kish parasysh kur anijet gërmuan të thyn ose kaputën infrastrukturën kritike, ato kabllot e komunikimit e gjithë. Dhe në atë kohë u kryun këto shërbime me dronë, me anije, me nëndece që patrullojnë dhe nuk ndodhi më. Këtë tashmë synimi është për krijimin e një atij që quhet mur dronash. Çfarë do të thotë mur dronash? Do të thotë që jo mur, nuk është koncepti, koncepti është me masa. Pra, ti të kesh radarët e fuqishëm, të kesh interceptimin, të kesh identifikimin, të kesh gjithë edhe të kesh edhe para se të vinë tek ty. Dhe ky mur dronesh, pra këto masa do të fillojnë nga deti i veriut dhe deri në dispon duket jo që ne si Shqipëri domethënë jemi out fare. Kur ndodhi kjo me Poloninë, imagjino çfarë mund të bëj këtu. Se edhe Polonia vendi antar i NATO-s. Po Polonia, shiko Landi, a di ku çuj defektin më të madh këtyre unë? Se ka 30 milion banor Polonia, nuk është. Defekti më i madh është kjo. Inteligjenca e Ukrainës janë mjeshtra, me thënë drejtën. Dhe ata ç'a bën? Ke parasysh para disa muajsh, para 2-3 muajsh, ata bën ata invazionin me dronë të armatosur kundër avionëve strategjik nëpërmjet spionazhit në Rusi. Dhe ata futën arritën ti pozicionojnë dronat atje ku duan dhe godin. Që në atë kohë NATO-ja duhet të kishte ngrit alarmin. Çdo aeroport duhet fillonte një krehje territori herë, sepse këtë metodë nga dulen dronët në Danimark. Nuk erdhën nga kufiri, janë ngrit brenda. Pra këtë stil, këtë modus operandi, e kanë përdorur rusët për t'i tregu këtyre, ose proxyt e rusëve, për t'i tregu këtyre që shikoj ne ja u bëjmë, sepse ata dronët ecën me drita natën, pra për t'u identifikuar, domethënë nëse duam t'ju bëjmë dëm, ju bëjmë. Pra, du ta kishin bë, po megjithatë landi më mirë vonë se sa fare. Okej. Të dishala,
Nuk mbaroni intervista, do të ftoj përsëri unë, do të ftoj. Kismet. Jo kismet, jo, do më japësh fjalën mua se ishte me vërtet shumë interesante. Të falenderoj shumë për këtë bisedë shumë dimensionale në fakt, shumë dimensionale. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, ky ishte emisioni i për sot nga Ura Lançafoku, mirupafshim.